Kryeministri Edi Rama është përplasur sot në rrjetet sociale me një prej politikanëve britanik, Nigel Farage, për shqiptarët të cilët kanë emigruar në Britaninë e Madhe. Kryetari i Partisë Reforma, Nigel Farage, i cili përket të djathtës ekstreme, deklaroi se në çdo 50 shqiptarë që jetojnë në Britani, një prej tyre ndodhet në burg, duke kërkuar kryeministri Edi Rama të marrë mbrapsht të gjithë shqiptarët. Por shefi i qeverisë, Rama, në një postim në rrjetin social X, hodhi poshtë të gjitha këto shifra si të pavërteta, duke vënë në dukje se shkalla e kriminalitetit mes shqiptarëve është edhe më e ulët se mes anglezëve vetë. E po, zoti Farage, më lejoni t'ju përgjigje me diçka që s'është aq e zakonshme në stilin tuaj, shifra reale. Pretendimi juaj se 1 në 50 shqiptarë në Britani është në burg nuk është fakt, është absurd, një klasik i manualit post-Brexit. Nëse tingëllon frikshëm, atëherë duhet të jetë e vërtet. Por kur shikohen të dhënat reale është një befasi. Edhe nëse do të supozonim se çdo shqiptar që ndodhet në burg është realisht fajtor, ndonse shumë janë aty për shkak të një sistemi vizash të padrejtë dhe të vjetëruar, shkalla e kriminalitetit mes shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar nuk do të ishte më e lartë se ajo e popullsisë britanike. Madje ka shumë gjasa të jetë më e ulët. Kryeministri Edi Rama ftoi deputetin britanik të ballafaqojnë shifrat dhe faktet për të kuptuar të vërtetën për shqiptarët. Ti sjellim të dyja faktet në tavolinë. Nëse pretendimi juaj 1 në 50 deli sakt, angazhojmë publikisht i marrë të gjitha mbrapsht. Jo për show, por zotojmë publikisht. Por nëse del që shifra juaj është thjesht karburant për tabloide, atëherë s'ka nevojë për ndjes, s'ka nevojë për drama. Madje, në vend kësaj, do të merrni një ftesë për të ardhur në Shqipëri, si i ftuar nderi. Kryeministri Edi Rama ftoi politikanin britanik të njohë Shqipërinë e shqiptarë duke vizituar Tiranën. Do të merrni diell të vërtet, mikpritje të vërtet dhe fakte edhe më të vërteta për Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe gjithçka që do t'ju kërkojnë në këmbim është vetëm një zotim i vogël, i thjesht, që herën tjetër, kur dikush të përgojojë shqiptarët, t'jeni ju i pari që t'i thoni të ndalet. Sulmet e deputetit britanik Nigel Farage kundër shqiptarëve, kryeministrit Edi Rama erdhën pas intervistës së liderit të mazhorancës Rama për The Guardian. Në këtë intervistë, kryeministri Edi Rama ndërsa shpjegonte se kishte refuzuar propozimin për të marrë emigrant nga Britania, vinte në dukje se Anglia pas Brexit është ndëruar në një vend të errët.